Shumë faleminderit doktor i dashur, shumë suksese. Tash i vazhdojmë tek bukuroshja nga Gjilani këtu. Elmonda Brajaliu, e cila është deputete për parlamentin e qytetit Winterthur, ku i ftoi gjithë shqiptarët e Zvicrës kanë qytetit Winterthur. E ftojmë Elmondën me Duart Drogidon, big up! Von Jonas! Apo fitojmë? Kismet. Me ka Do kejt! të mënohem. Pa valetar! Me mbroma Altin. Me mbroma mirë se erdhe, Mirë Elmonda. se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën edhe për kohën. Lutem me kënaqësi, je gjithmonë e ftuar në shtëpinë tonë, edhe ne tash i kena dëshirë që ti më fitu. Me gjithë qef, munona adhone sa të kam mundësi. Për këtë arsye dhe jam marrë sot, faleminderit edhe një herë për mbështetjen, se para 3 vite jam konë në këto, edhe do të munohem, inshallah do të fitojmë. Inshallah do të fitu. Jo, s'ka me inshallah tash. Do të më munue, tash sa të kem mundësi. Tash do ta kryejmë këtë. Në fakt zvecranët e kanë me filajk, apo mirë është me thonë po ju. Amo ideja është për po që të rallë. Po, E tash këtë rallë kena me fitu patjetër. Shqiptar në Winterthur ka sa dush në duket, a? ka plot. Me Sidomos dorë. edhe ke në Zvicër, besoj edhe ka Cyrio ka shumë, ama më rëndësi janë që më fonë shqiptarët që kanë në qetësinë Zvicrës Po. edhe që jetojnë në Winterthur. Amo në Winterthur në qytet, apo? Po, Këtë qytet Winterthurit. qyteti Winterthurit. Po. A ka shqiptar boll aty? Ka boll. Ka dhe më Shqicër pas? Po. Sa vota duen krejtë Elmond për me fitu? Në varet tash sa njerëz kanë më shku më votue. Herën në fundit i pata mbledh dhe rafshe 3400 vota. 3400? Më kanë, që më thonë, 150 vetë ka 2 vota kanë mungue herën në fundit. 150 vetë ka 2 vota. Po, se si cili ka drejtë në Zvicër ka 2 Ka dy vota vota. me mjedhonën. Okej, pra 300 vota total, e? Po. Se herë Aso, 2. tash nuk po dihet, se nashta herën tjetër nuk shkojnë ka shumë me votue, tash në varet. Sa njerëz e shkojnë me votue, do të me këshyrën, që është situata. Okej, a jetu punu Elmonda për, a jetu bo fushat, a jetu dale, a jetu taku njerëz? Po, për momentin që shme thonë me partion, po daljom shpesh rrugëve të Winterthurit. Normalisht që shme thonë e kemë edhe na qëllimin mi mri krejt në Winterthur për me bo reklam për partion edhe për vetë vetën, normalisht. Kështu jam edhe në fakultet për momentin. Për juridikje, po? Po për drejtimin e juridikës, edhe për këtë arsye, po dohet edhe në me menagju kohën, se me njën janë të studiun, tjetër nënë edhe 50% punojnë në drejtimin e bankës. Po, jenë bank, po. Edhe kështu po do të edhe me menagju kohën për mi arrit krejtat. Qëfar të shtynë Elmonda me u fut politike në Zvicrës, për shembull? Çfarë, se është shumë interesant më duket kjo pjesë, edhe mund të përgëzoj për këtë pjesë, realisht. Faleminderit që Malten. Që më thonë, pa drejtësinë kur nuk ku mujt me toleru, edhe vetë kum përjetu shumë, kum po në rrefin tem, edhe e di që gjenerata para meje, po folit tash për prindrit, për babgjishin tem, që janë ardhon para 20, 30, 40 vite në Zvicër, ka pas tema si diskriminim, shembel, bile edhe në ditën e sodit e vrej që është halak kjo tem. Rinia shembel nuk gjenë punë se nuk e kanë nashta emnin, bjemnin fal, Majer ose Müller, po e kanë Bajralio, si one. Po. Edhe gjithë kum desht me arrit edhe qysh me ta spjegue, mu munu për poplin. Me ngrit zonin që me zhdu këto lloj diskriminimësh që Këto tema, po. E vërtet është. Pra, kjo është qëllimi jot. Që kjo është A i ke tërgu qëllimi. partisë në Winterthur që kjo është qëllimi jot? Partia e din që jam o angazhume me fakultet, me punë, edhe që kam rrefin të madh. Me një onë jam shumë e lidhë me Zvicrant, amo edhe në tjetër në onë që shme thonë unë shqiptare jam, identitetin së në hupe, edhe munona normalisht edhe për shqiptarët edhe për si cilin njeri që e kam në rref. Shumë shpesh më ka ndodhë, më ka shkujt dikush i shembel në Instagram, Elmonda, jam të lypun, po kërkoj, po që më thonë, pi bëj këtë aplikimet edhe nuk po marë përgjigje pe i firmave. Edhe që më thonë, ku kam mundësi, munona derin maksimum, mi ndimu dikojna, është tema për pun, a për fakultet, për gjithë shka. Nashta nuk muj me të një mu vetë personalisht, amo e kam dikan në parti, atë puna, ose në fakultet, që muj me pyte dhe mi thonë, hej, e kam këtu një njëri, e kam një karakter që mundet nashta me të ndimu edhe ty. A ke bashkëpunim të ngurës, a ke kontakt të mirë me partit, me antarët e partisë, me kryetarin e partisë, me partinë tonë të në Winterthur, me Zvicrant, pra ata janë Müller dhe Majer që theti. Shumica po. Shumica po. Qysh janë marrëdhëniet Bajraliu me Müller dhe Majer në Winterthur?
Për me tërtur shumë mirë. Janë shumë mirë. Edhe mu vjen shumë mirë që edhe partia më pështet. Okej. Që më thonë para 3 vite, jam konë në listë për me marrë eksperiencë, me ditën, qysh duhet më marrë me politikë, qysh muj me reklamu vetën. Për këtë arsye që e kanë ditën që kom arrit shumë, më kanë thonë edhe më kanë pyet, Elmonda, na po dojna me të mbështet se ti i ki qysh më thonë edhe lidhjet me shqiptarët edhe me zviceranët të dyont, edhe mund është shumë me arritën. Tash partia qëllimi shqiptarit, mendimi shqiptarit. E mu më shkëmeni atë kanë marrë për interes që dojnë vota shqiptarë partia, apo vërtet dojnë me fut në funksion qëllimin tonë që e ke, që mos me pas para gjykime mbi emri, sa po theti, që jo vetëm Majer dhe Müller me funksionu, po dhe Baraliu, apo Marku, apo Rufati, për shembull, atje, apo Mreja këte, apo Ndoci atje. Unë besoj që partia e ka vrej që rinia, sidomos, ashtu arrit shumë në ditën e sodit Altin. Rinia në përgjithësi apo shqiptare, po flet? Për shqiptare. Për shqiptare, okej. Unë ka përshkoj si në fakultet, si në drejtimin e bankos, si kur ta ngoj refin, ku punojnë, ku po krynë zanat, mu më vjen shumë mirë. Unë e gjithë gëzona se e di cilat sakrifika i kam bo shembel gjeneratat para neve, për me arrit na këtu në Zvicër. Unë e tashti këtu nuk isha kanon, normalisht edhe si cili do të me pas një farë motivimi, një farë disciplin, mu ko një angazhum, me organizu vetën, se pa punë s'ka kërkon heq, si në Kosovë, si në Zvicër. Bukur, e lindur dhe e rritur në Zvicër? Po, në Vindërtur. Vindërtur. A je 100% shqiptare, apo 50% shqiptare, 50% zvicerane? Ta është në varë që ishe këshirë me këtë pytje. Ta shi e këshirëmi në mentalitet, a je në general, në përgjithësi, Elmonda, a është shqiptare apo është zvicerane, apo si pas momentit? Të dyjat. Të dyjat. Unë shumë qef kam më shku në Kosovë, Po? edhe mu më vjen shumë mirë që i kam raportet mirë edhe me zvicerant. Tash, në foka jeme në është, kur se kum një vetën që më ka diskriminu shembel dikushe në vend punës, a mo e di që ka shumë njerës që janë diskriminu. Pra, ti personalisht si ndjera se herë, nuk ke pas diskriminim? Jo. Po ti din rastet që janë diskriminu? Ka shumë. Si na për shkolla, na për fakulteta, në vend punës, dhe për këtë arsye, kom desht më munue për mi largu këto sene. Edhe me të regu këshirë një popël rinia është të ardhë edhe është të arrit. Edhe që ato është qëllimi jem me ndru që më fonë këtë perspektivën. Në cilat sfera monda është diskriminimi më i madh që ju bëhet të huajve në këtë vend, për shembull? A është me Zvicrën dhe të huajve, besoj, apo jo? Besoj që edhe me tjerë të huaj. Nuk jam veç shqiptar. Jo veç shqiptar, po në përgjithësi. Po në përgjithësi. Tash, besoj që e përmena një 2-3 herë për vend punës shembel, mu aplikue, dikush e ka nashta emnin Majer, e nuk ka kry qatë shumë fakultete. Sa ka kry Bajraliu? Bajraliu edhe bon vaki nashta apet në qatë rast e firin Zvicronin në intervist. Bukur, ti ju jenë, po flasë me ti si jena miq, Elmonda, ti jenë në gjarje, jenë në kontakt me Zviceranë, jenë me antarët e partisë, me partinë, me gjithë. A beson, ka ndryshu mendimi i Zviceranëve tash për ne, paktin për ne shqiptarët? Definitiv. Sepse kena tërgu sukses, kena tërgu energji, kena tërgu inteligencë, kena tërgu forcë, pra me besoj që ka ndryshu, nuk është mo si që ka qenë për para. Tash po mdo këtë, si ta din që është shqiptar, e kuptojnë që ka forcë me punu, ka dije me punu, edhe e thirin intervistë, shumë shpesh, a? Absolutisht. Besoj edhe që 20 vite shqiptarët për këtë ku shkurt shumë kanë arrit. Po, për 10 vitet e fundit. Ose për 10 vite. Tash me këshyr shembel kush lumë për Zvicrën në futbol. Me këshyr kush ashtu hinë politik, paka shumë po njëhën emna shqiptare edhe mu më vjen shumë mirë se e di që kanë hekë për këtë ditë shumë. Sa kandidat ka për deputet në Vindërtur? Tash për partijën tona... Për partijën e ju? 60. 60 janë të partisë ju? Si cila parti... A është me rënditje 1, 2, 3, 4, 5? Po. E cila numëri jeti? 13. Ti je 13. Po. Pra dhe më thonë, për me fitu ti du të me fitu 12 para teje?
Jo, në varet tash... Apo nuk shkon ashtu? Për momentin i ka FDP janë vindërtur nant ullse në parlamentin e vindërturit, tash normalisht në monoho me majtë qëto nant ullse ose me fitua dhe një a dy ma tepërt. Tash në varet që shkon procedura sa një shkojnë me votue, do të me këshur situatën atëherë tani edhe në mars edhe njëherë. A e ke boj farë kalkulimi sa votat duen total për me fitu e deputete? Po famë tash nashta një 3.700. 3.700. Si herën e fundit. Ke pas vota prej Zvicrës dhe herën e parë? Nuk e di, amo besoj që po. Beson që po. Okej, a ke boj statistik me ditë sa qytetarë kanë drejt vote shqiptarët paktën në vindërtur? Jo. Nuk e din. Nuk e di. Amo, a besoni ju shqiptarët e vindërturit që mujna me i dhonë një përkrahje Elmondës që ta... Se ka lezet gjigant, edhe para 2 metra femër, dhe na prezenton bukur, si Edi Rama na prezenton, realisht, edhe Rama 2 metra, është edhe kjo na prezenton si një vajzë suksesshme në Zvicër, në vindërtur të pakten a vishësh shu, apo vetëm politik, vishësh këtë qëndrim e ke gjithmonë edhe jetën e përditshme Elmonda, kur del, apo... Të puna. Vetëm edhe të puna. Po, në fakultet... Kjo stil është gusto e jotja që e ke dëshirë mu vesh shu serios, apo ta imponon puna pasaj ka mbet ty? Në varet. Tash ka një herë edhe unë kur shkoj shembëll veç për gjysdite në punë, nasha nuk vishna si sot. Amo nëse kam termine me klienta, duhet mu vesh pak ma serioze. Okej, ma serioze. Po. Okej, ta dënë ba, më do thonë e vesh me dëshirë këtë lloj veshje. Okej, bukur. A ka tjerë kandidat shqiptar në këto 60 apo e vetëm? Është edhe një shqiptar. Edhe ai çfarë vendi është, çfarë çfarë numri është? Nuk jam e sigur, nuk e di për menç, se janë shumë kandidata, amo edhe ai i ri është, e di që është më duket hala të kry edhe ai shkollë, edhe inshallah edhe ai mundot që më thonë, mi mobilizu njerëz, se i shkon mire me prezentu edhe që më thonë popullin shqiptare në parlamentin e vindërturit se jemi shumë. Okej, në 2019 ka filluar angazhimi jot politik. Po, e vërtet është. 2019. Edhe ke qenë iniciatore për? Parlamentin rinor. Parlamentin rinor, që a vazhdon t'jetë? Halo është, normalisht unë jam konë edhe, që me thonë, ish bashkë prezidente, jam qenë për 2 vite, edhe kena formue, kena organizue këtë shoqat. Tash, për momentin, mdokot, nuk janë edhe shumë aktive, a më munohet naturalisht edhe shteti më ndihmue. Parlamentit rinor për me adhon, që me thonë, rinisë një farzani. Okej. A i të mujtë me dalë edhe në bank të punu, edhe në shkollë të studiu, edhe në politik të aktivizu? Si për më punësh me dalë, Elmonda, është pak... Janë do javë që janë ma të fështira, ka njëherë janë ditët shumë të gata, amo masi bëj këtu sene me qef edhe me pasion, nuk e një, në kështu se kështu nuk pishof ditët për momentin, edhe vjen shumë mirë që kam një farë mbështetje, mrena familjes, mrena shoqënisë, që më ndihmon sa të kanë mundësi, edhe kur nuk e haroj kërkojna se nuk është edhe shumë kollaj, se me neon nuk e kam emnin Majer ose Müller, në tjetër në edhe si femon apet, janë do tema, nashta, që me thonë me qute tema më konë barabart, me dikan tjetër, duhet më munu pak ma shumë. Për këtë arsye, nashta nëse banë edhe me të tregu, duhet me menagju kohën, organizimi është. Po nëse fiton, pastaj si e ndonë? Duhet me këshyrë, nuk e di a e lej punën drejtimin e bankës, normalisht më pëlqen shumë, këtë drejtim, edhe du me vazhdue. Mos e le pa e mori kreditu një herë. Këshirëm, kësajt. Amo, besoj që nëse do në dishka me arrit, më në shkejtat me arrit. Okej, Diamant, Elmonda Bajraliu që ta bëjnë follow njerëzit të t'japin votën qytetarët e shqiptarët e vindërturit, paktën ata që dëgjojnë edhe na shikojnë këtë intervistë edhe e kuptojnë. Pra të më thonë, e kishelon bankën për një hy politikës. Kjo politika është me rogë nëse fiton diçka pasaj? Nuk jam e sigurt. Apo je me honorar, Besoj që është e dyta. E dyta, me kur shkon, do më thonë... Në shanë varet sa orë i banë, të paguajnë për qata orë, amo... Po nëse ke sukses në politikë këtu, në Zvicër, Elmonda pasaj të thirin në Kosovë për në i pozicion deputete atja, apo ministre atja, kishe shku? Nuk e di. Këtë menim hala nuk e kom bo, me një anë kam veç në shtetësinë e Zvicrës, për këtë arsye dhe, që me thoni, kam ketë këta angazhime mënuna
më koncentrua dhe më disiplinu në këto tema që i kam tasht. Për punën e politikës në Kosovë nuk e di. Në varë qysh më vjen reni. Pa, nuk e din e di, amo a kishe pas dëshirë më kanë atje për shembull, apo jo? Nuk më me të spjegu, nuk e di. Për momentin halojo. E ketë vështirë, se e lindë me ritme këtu pak probleme kje. Pak më ndryshe, shkon edhe politika në Kosovë, për këtë arsye. Qa shkon më ndryshe atje se sa këtu? A nuk janë politikat e njëjta? Me të thonë drejton, nuk ke kom përcjellë dhe sakt politikën e Kosovës. Amo masi jam të studiu tash drejtimin e juridikos, unë i një ligjet të Zvicrës ma mirë, tash se këta në Kosovë që janë, edhe për këtë arsye nuk muj me të adhon përgjigjon po a ju. Okej, bukur shumë. Qëfar dua të pysë, Elmonda, është që a ki raporte me FDP-n qëndrore? Pra, flasim në Bernë është të qëndrore, apo ku është qëndrore, a mallja fare? Frik ka ndrue, që më thonë kryetari e FDP-s, amo besoj që edhe nëse je lidhur me refin e Zvicranëve të puna në fakultet, njerës shpejt marrin vesh. Edhe sidomos e kam emnin Bajraliu, do më thonë nuk e ka si cili mbi emnin tem, ose emnin tem Elmonda, edhe Zvicranëve shumë mirë i vjen nëse një qik e resi one, mënohet edhe angazhohet me arrit dishka. Besoj që e përmena Parza, one nashta dhe kum pas në fak, gjithë kum që raportet mirë edhe mënona mi që sa ma mirë, se e di që nesër mas nesër nashta kam nevoj për dishka, edhe mujnë ata me mdimu, amo edhe une i ndimoj atënve, sa të ka mundësi. Shoshni, ke më shumë me shqiptar apo me Zvicran? Të dytë. Të dytë. Po. Ndihesh më mirë me Zvicran apo me shqiptar? Me të dytë, si me shqiptar, si me Zvicrant. Një lloj, pra do më thonë nuk një është. lloj. Andrat ku i shef shqip apo gjermanisht? Ka njerë edhe anglisht, në frëngjisht. Në vare që ka do të më mësue për përvimet më pregadit në fakultet. Amo jo besoj që ma shumë gjermanisht është adhone nuk e folin ashtë gjuhën shqipe perfekt me gramatik. Amo normalisht e kom përmirësu edhe one në vitet e fundit edhe munona mus me hupe gjuhën e nonës. Okej, realisht përgëzoj sepse se ke hup. E flet shumë mirë gjuhën shqipe, me ulinë më rritë në Zvicër, absolutisht është mirë. Kam i pyetësor Elmonda. I pyetësor shohjena, do zgjedhësh njërin nga këto dyja që do të pyes, apo jo? Je dakord? Po. Ta bëjmë këtë pyetje apo jo? Okej. Do zgjidhje të humbësh zgjedhjet apo të fitosh respekt? Okej. Do zgjidhje ti humbësh zgjedhjet edhe mos të fitosh respekt apo të fitosh respekt e të humbësh zgjedhjet? Me fitu respektin. Edhe me humbë zgjedhjet. Po. Ajdim psaltin. Respektin një herë merë. Po. Edhe një herë jep. Zgjedhjet mas 4 vita për të bohën. Edhe sa të ka mundësi minimu dikojna munona. Nuk ka mundësi apet munona me botë mundshme, apo më kupton. Edhe për këtë arsye për mua është apet eksperiencë. Si me fitu, si me humbë. Po respektin zot me hup. Respektin zbën me humbë. Në Ngilan e kena ka 2 herë dorën. Qashtu. Regjia, tash është mirë, se shpari ishte pak njën tonë, dhe do më thonë, 2-3 herë kam qu me pa, po s'ka problem, sepse në rregull. Pyetja dytë. A është më vështirë të bindësh njerëzit me të votu në vindërtur, apo është më vështirë me bind vjerrën me të dashtë? Besoj që njerëzit në vindërtur. Më vështirë. Më vështirë. Se ka shumë partia, edhe për momentin kem shumë tema të rëndësishëm në Zvicër, besoj që shembëll veç në vindërtur sa paguajnë ata tim, partia jam tash munohet me zbrit, se pishofmi nuk i ka si cili kushtet. Në vindërtur shembëll me arrit me shku në fakultet, me gjithë punë, e keq këto sene. Pra do më thonë njerëzit më vështirë me bind se sa vjerën. Vjera dënë. E bind këllaj vjerën me dashtë. Shumë do, nuk do t'as me bind. S'do të me bind, okej, dënë shumë, okej. A do bashkëpunosh me një politikan që s'të pëlqen, pa s'të pëlqen hiq, apo me një që flet pa fund dhe s'nalet hiq?
S'po di. A mund është edhe një herë? Me një që s'pëlqen hiç, me bashkëpunu, pra me pas punë me një që s'pëlqen, s'ke simpati për të, edhe s'pëlqen si person, apo me një që rritu folë të kohën e të lodhë kryt. Pesgjedhjet porën. Me ata që s'pëlqen, Po, mos a me di ta lodhë pse? kryt. Ha, Se se e ban me të pëlqy. që të e kam qëllimin. Unë monona. E bukur ishte kjo. Do zgjidhje një debat të nxehtë në studio, pra mu përlo në studio, apo një dark me kundërshtarin tan politik, ama për pikë qefit. S'pe kuptoj tash fjalën kundërshtara, mund është nashta me Kundërshtari i partisë tjetër, jo FDP apo i partisë tjetër. Kush është kundërshtari jot në vindërtur? janë SP-ja, Po SP SVP-ja. apo FVP-ja çaja domethënë. Unë gjnava me ata njerëz. Tash a kishe dashur mangri dark me çata? Apo mu përloni studio televizive me dikon? Definitiv mungjun me dikonin pej partisë tjetër. Prej partisë tjetër. Bukur. Cili është më e sikletshme Elmonda? Kritikat në rrjetet sociale, pra që të kritikojnë rrjetet sociale, apo pyetjet e publikut pse nuk fitove nëse nuk fiton fjalë? Cila s'pëlqen më shumë? A s'pëlqen më shumë kritikat apo pyetjet e publikut kur thonë pse s'fitove be? A di? Besoj që pyetjet e publikus. Unë sa të kam mundësi monona, për këtë pengojnë më arsye- shumë, a? Më pengojnë më shumë. Pyetje pse s'fitove? Po, se Pengojnë më shumë, unë nuk muj me ditë, nuk muj me përgjigj. Në rrjetet sociale, apet e di tash dikush më shkruaj qembëll një far kritik anonim, nuk e marr nga zemrës. Se në qoftë se qaj person është tash fizikisht para meje, unë jam a hapur mu ungjën me qatë person edhe me diskutue. Bukur. Do preferoje të akuzojnë për diçka që se ke bo, pra po foli në gjuhë gjilanse. A kishe pas shef me të akuzu për diçka që se ki bo kur, apo mos me të vlerësu për diçka që ti e ki bo për një me? Unë gjithë fam, unë punoj për Zot Altin. Shka bëj për veti. Si senet të mira, si senet të këshia. Për këtë arsye, edhe me më akuzu dikushe, në kësham, aj personi vetë duhet me ditën shka është të boj, shka është të full. Okej, bukur. A kishe pas mo qef me luftu me marrë votat e rinis në vindërtur, apo votat e pleshnis në vindërtur? Normalisht të dijat, ama ma shumë të rinis. Të rinis më shumë. Okej, bukur. A do jetë më vështirë për ty? Fushata në shi, pra të ra shi, apo buzëqeshja kur s'ki nerva heqa? A ke parasysh kur je herë me nervoz e lodh me a më vështirë me bo fals, për më kesh fals, apo me dal me bo fushat të rashi? Dja ka roshi, edhe dja jam dol. Edhe nuk e kam gale, nuk e këshyri kohën, se me këshyri kohën nuk isha mri që të ku jam. Mënona në çdo aspekt jetës, a jam tash pozitiv, a negativ, a kum flejt, a jam e pëshushme, a nuk jam, a jam nervoze, unë apet mënona maksimumin me nxjerr pe dite. Për këtë arsye, se kam gale. Je politikane. A do jetë më vështirë për ty? Po t'jep një zgjidhje. A kishe marrë një mandat sigurt, si parlamentare? Pra, a kishe marrë një mandat sigurt e ki, apo kishe marrë një dashurit sigurt? Pra, Dashuri. dashurin e kishe marrë, para definitiv. mandatit. Okej. Do përballësh me një gazetar rand, apo një politikan që të kopjon idetë tua? Pra, do më thonë, a ishe përla me muhe, apo ishe përla me një politikan që t'i kopjon në ato ide që i kiti? Politike. Shumë pyetje e mirë. Besoj që kam drejt edhe me një politikan me diskutue. Se në qofë se aji kopjon ideët e mija, mu vjen shumë mirë, Po. në fakt, që i pëlqen ideët e mija. Normalisht një dy herë nuk i këshyri këto sene, bon vakje dhe në tretën, katërtën herë nuk e këshyri, veç kur qofë që dikushi mënohot me më kopju mu, edhe tani për mas shpine me fol keq, që ajo më vret apet. Ajo të vret ketë. Absolutisht që po. Atëherë, Elmonda, ishin këto pyetjet e pyetësorit, por du të flas me shqiptarët edhe një herë të vindërtur. Ju lutem shqiptarët të vindërtur qytetit, javën e parë të shkurtit vinë zarfat, vinë votat në për briefkaste, në për shtëpit tuaja, dhe me datën 8 mars janë zgjedhjet, kisha pas lutje dëshirë që të bashkohemi
edhe ta votojmë Elmonda Baraliun që t'jetë deputete e Parlamentit Qytetit Vindërtur këtë vit. Pra, në 2026, me datën 8 mars, Elmondën e duam patjetër t'jetë parlamentare, deputete e Parlamentit Vindërtur. Mundesh edhe ti me dhonë në gjermanisht nëse donë ti, se ka dhe njerëz nështë që na përcjellin shumë dhe media zvicerane dhe njerëz zviceran nga herë. Faleminderit schon mal, Jen. Lutem. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken für die gesamte Unterstützung vor, während und nach dem Wahlkampf. Ich weiss in diesem Sinn die Zusammenarbeit sowohl auch die Unterstützung sehr zu schätzen. Ich möchte an dieser Stelle auch meiner Familie herzlich danken, meinen engsten Leuten, die mich auf dem Weg begleiten, und möchte natürlich die Stimme der Jungen sein in Winterthur. Ich setze mich ein vor allem für Bildung, Chancengleichheit und auch überhaupt Steuerthematiken und würde mich sehr freuen über Ihre Stimme. Imagjino vlla, nuk mujta me dalluar shqiptara zviceranën në aksentin e gjuhës gjermane. Bravo Elmonda, të urojmë shumë suksese. Ja ku kemi Elmondën, e votojmë me datën 8 mars 2026, këtë shqiptarët e Vindërturit. Faleminderit shumë Elmonda. Faleminderit shumë Jen. Shumë suksese. Do fitosh patjetër. Patjetër kemi fitu. Faleminderit. Viu rrehi mos me votu, u kallzoj. Deri javën tjetër nga unë Elmonda Baraliu. Më po që keni.